Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova, me një ceremoni solemne dhe me nderimet më të larta shtetërore e ushtarake, ka pritur në takim presidentën e Republikës së Indisë, Draupadi Murmu, e cila po zhvillon vizitën e parë zyrtare në vend. Në konferencën e përbashkët për media, Siljanovska-Davkova tha se të dyja palët kanë konfirmuar përkushtimin për të ngritur marrëdhëniet të dypalëshe në një nivel edhe më të lartë. Ajo përshëndeti intensifikimin e dialogut të politike pas shkëmbimeve ministrore mes së Shkupit dhe New Delhit, duke theksuar se kontaktet ndërmjet qeverive, ministrive, parlamenteve dhe institucioneve duhet të bëhen edhe më të shpeshta, më të strukturuara dhe më ambicioze. Diplomacia parlamentare mbetet një nga shtyllat më të forta të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe jam e bindur se fjalimi i presidentes Murmu para deputetëve në kuvend do të forcojë lidhjet mes dy parlamenteve dhe do të hap mundësi të reja për dialog parlamentar. Shprehëm gjithashtu mirënjohjen tonë për praninë gjithnjë e më aktive të Indisë në Ballkanin Perëndimor dhe Europën Juglindore. Ne mirëpresim çdo iniciativë për thellimin e bashkëpunimit dhe shpresojmë që në të ardhmen India të hapë një ambasadë rezidente në Shkup. Ndërkohë, presidentja e Indisë, Draupadi Murmu, shprehu bindjen se vizita e saj në Maqedoninë e Veriut do të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet e dypalëshe dhe do të forcojë partneritetin ndërmjet të dy vendeve, duke ngritur atë në një nivel më të lartë. Ajo theksoi se kjo vizitë konfirmon miqësinë, vlerat e përbashkëta dhe respektin reciprok mes dy kombeve. Patëm një takim produktiv me presidenten tuaj, si dhe bisedime në nivel delegacionesh. Gjatë takimeve u diskutua për thellimin e bashkëpunimit dypalësh dhe u shkëmbyen mendime mbi çështje rajonale dhe globale me interes të përbashkët. Synimi i të dy vendeve është promovimi i një shkëmbimi më intenziv tregtar dhe investimeve, si dhe inkurajimi i bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve të biznesit. Po ashtu, presidentja e Indisë tha se janë dakorduar që ta dyfishojnë tregtinë dypalëshe nga niveli aktual, duke shtuar se fokusi do të jetë në sektorët e teknologjisë së informacionit, bujqësisë, industrisë ushqimore, farmacisë, turizmit dhe kulturës. Përveç bashkëpunimit ekonomik, presidentja indiane paralajmëroi edhe forcimin e bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë, veçanërisht përmes promovimit të mjekësisë tradicionale si dhe në industrinë kreative.